Djela super goli dedikohet kategorisë parë, ku janë 3 ndeshje për të kompletuar javën e 24 të kampionatit, 2 prej të cilave do të vinë drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar. Ndërsa ndeshjet paksohen në Skënderbeu kryesues, duhet t'i përgjigjet presionit të Laçit dhe Pogradecit me një fitore në Gjirokastër përballë Luftëtarit. Impenjativ dhe i paparashikueshëm, ndërkohë sfida mes Besës dhe Burrelit për një vend në play-off, ku sidomos për kavajësit është treni i fundit, përndryshe do duhet merren me pjesën e play-outit. Unë jam me Ardi Bearin dhe Dritan Mehmetin. Përshëndetje. Do të diskutojmë më njëherë për vigjiljen e këtyre sfidave, por shohim edhe kalendarin e javës së 24. Iliria Kuksi, Besa Burreli që do të transmetohet në orën 13:30 në RTS2 dhe Luftëtari Skënderbeu në orën 13:30 në RTS Sport. Janë luajtur ndërkohë Korabi Kastrioti 1-0, Apolonia Pogradeci 1-2 dhe Lushnja Laçi 1-5. Renditja sheh tashmë në krye të klasifikimit Skënderbeun dhe Laçin të bashkuar me 54 pikë, Pogradeci 49, Kastrioti 33, Iliria 32, Burreli 31, Korabi 28, Besa 25, Apolonia 24, Lushnja 20, Luftëtari 19 dhe Kuksi me 15 pikë në vendin e fundit. Beari, është bërë një kalendar i vështirë për skuadrat e mbijetesës mbi të gjitha në këtë fazë, sepse do të detyrohen të luajnë me skuadrat kryesuese, por pastaj do të bëhet e vështirë për ato që kryesojnë. Por gjithsesi, renditja është e ngjeshur dhe kjo i bën në ndeshjet shumë të rëndësishme në çdo javë. Në fakt është edhe si rrjedhoje e formulës së re dhe i detyron skuadrat e Kreut të përballen me skuadrat e fundit në renditje. Mirë, po nuk është më skenari i fillimit kampionatit, 2 fazeve të para, ku skuadrat që kanë qenë në fundin e tabelës klasifikimit e kanë pasur të pamundur të reagojnë. Kemi qenë në javën e kaluar, kur u fut në funksion faza e tretë, që pam një reagim shumë të fortë të skuadrave që janë poshtë, duke pasur parasysh Skënderbeu sa vështirësi hasi me Kuksin në Korçë. E të gjitha ndeshjet pasaj me radhë. E me gjitha atë, kjo nuk justifikon as pak pjesën e Kreut të tabelës klasifikimit për të ruajtur atë distancë që kanë me pjesën tjetër të grupit, ato 3 skuadrat që kanë krijuar diferencë tashmë, por që duhet ta mbajnë këtë diferencë me të tjerat edhe ndër tyre, duke bërë, le të themi kështu, detyrën, sepse janë skajet e tabelës klasifikimit, investimet janë të pakrahasueshme me njëra tjetrën dhe do t'i duhet që me përforcime apo pa përforcime në merkaton e janarit duhet të mbajnë hapin dhe të ruajnë me fanatizëm atë që kanë arritur në 2 fazat e para. Nuk është as pak e lehtë, sepse kemi parasysh një Gjirokastër që Luftëtari që është i tjetërsuar në këtë me afrimet e reja. Po ashtu dhe Kuksi, po ashtu të gjitha skuadrat e tjera. Pak më ndryshe rezulton situatat e mezi tabelës klasikimit dhe ju me të drejtë thatë që Besa e ka domosdoshmëri fitoren për të ngjitur në pjesën lartë. Me gjithë oscilacionet që ka kaluar, tani më duket sikur është rikthyer në rezultatet e saj të mira, por edhe për këtë grup skuadrash vlen të përmendet që është e njëjta, le të themi kështu, shkallë vështirësie në mos po më e madhe, sepse ndeshen me të ngjashmet e tyre. Edhe një ndeshje të tillë është sot Besa, për shembull, që ka një skuadër shumë të fortë për ballë. Iliria pak më komode, po themi, duke pasur parasysh pozicionimin e saj në tabelën e klasifikimit dhe në ndeshjet e saj që luan në shtëpinë e saj e ka kthyer në kështjell të fortë dhe ndoshta është duke bërë një kampionat të mirë brenda pritshmërive që kishte në fillim të sezonit. Kjo është vërtet, por ndërkohë presioni ka përshtypjen sidomos në ditën e sotme është i gjithë mbi Skënderbeun që po sheh Laçin t'i afrohet dhe për të mos i lënë frymarrje qetësie. Kështu që sot Skënderbeu duhet tregojë që është ajo skuadër pretendente për të ngjitur menjëherë në superiore dhe një skuadër me kualitet që ne kemi konsideruar deri më sot një skuadër dominuese në kategorinë e parë. Sot duhet ta tregojë këtë në Gjirokastër përballë Luftëtarit dhe Vollit.
Patjetër dhe është një test shumë i vështirë për sa i përket edhe vetë paraqitjeve të fundit të skuadrës Skënderbeut, kur ndeshja me Kusin na tregoi që diferencat, sidomos në pjesën e dytë, nuk ishin ato që ne pretendojmë nga Skënderbeu. Megjithatë, sot edhe me ndryshimet, edhe me rezultatet e fundit të luftëtarit, do ta ketë shumë të vështirë Skënderbeu që të interpretojë një lojë siç Skënderbeu ka interpretuar dhe ka bërë diferencën në dy fazat e para, dhe mendoj që sot është një test që duhet të ketë atë vazhdimsinë, dhe siç i referohemi edhe fundit të ndeshjes kur intervista e trajnerit Gjoka tregoi që kishte pak presion, dhe normalisht duhet ta shikojmë sot se si do të jetë punuar gjatë gjithë javës për t'u larguar kësaj vështirësie, sepse dy skuadrat që po e ndjekin po bëjnë shumë mirë, dhe kampionati është bërë vërtet interesant dhe shumë i bukur, ku e ndajmë në 3 bloqe, ku 3 skuadra luajnë për 2 vendet e para. Kemi grupin e mesëm që luajnë Korabi dhe Kavaja, dhe skuadrat e fundit që është një kampionat shumë i vështirë dhe nuk do të dihet deri në fund. Kjo është e vërtetë. Shkojmë ndërkohë në luz, është kolegu Erkan Qutra në vigjilje të sfidës mes Besës dhe Burrelit. Përshëndetje Erkan. Përshëndetje Eno, përshëndetje të ftuarve në studio. Pas pak pritet të nisë takimi mes Besës dhe Burrelit të herbleshme për javën e 24 të kategorisë së parë. Një gjë është e sigurt, Besa nuk fiton prej 6 ndeshjesh rradhazi, çka ka rënduar pozitat në klasifikim të ekipit Kavajas. Aktualisht ndodhet në vendin e 8, vetëm 6 distanca larg nga zona e play-offit, pikërisht nga vendi i 6 që mbahet nga Burreli, aty ku ekipi Matian tashmë ka vetë fatet në dorë, dhe sigurisht që një sukses apo qoftë edhe një barazim në këtë përballje do të konsolidonte shumë pozitat në klasifikim. Është momenti tashmë të njohur shpejt e shpejt me formacionet e dy skuadrave. Besa vjen në këtë përballje me 4 mungesa të rëndësishme. Mungon William Cordero dhe Hasani, 2 lojtarë që kanë plotësuar numrin e kartonave. Mungon gjithashtu edhe Treni së bashku me Fabian Beqën, 2 lojtarë të cilët kanë probleme fizike. Ndërkohë Gugash Magani është munduar të hedhë në fushë lojtarët më të mirë në port është Abdullau. Katërshja e mbrojtjes përbëhet me Nuria, Neto, Nureddin dhe Kapo, mes fusha formohet me Gjinaj, Danaj dhe Migone, ndërsa treshja e sulmit përbëhet me Kofi, i cili është një lojtar i transferuar vetëm ditët e fundit, i transferuar nga ekipi i Apollonis. Spaiu dhe Cinedu është në majën e sulmit. Në krahun tjetër, Burreli do të drejtohet sot nga drejtori, nga shefi i klubit Marian Leshaj, pasi trajneri Samuel Nika është pezulluar nga Komisioni i Disiplinës për 4 ndeshje. Matianët janë munduar të hedhin në fushë lojtarët më të mirë, një rreshtim 3-5-2, në port është Dani, në mbrojtje Gjikolaj, Mesa, Dexhonaj, Fetaj dhe Rapi janë 2 lojtarë të cilët formojnë fashat e krahut. Koka, Mëllugja dhe Xhakaj 3 lojtarët e mesfushës, ndërsa Xhabrahimi dhe Oti janë 2 lojtarët e sulmit. Faleminderit Erkan dhe komentar të sfidës mes Besës dhe Burrelit, një takim delikat. Le të përqendrohemi pak edhe tek formacionet me të cilat 2 teknikët do të zbresin fushë sot, duke nisur nga 4-3-3 Gugash Maganit Beari, ku natyrisht mungesat kanë përshtypjen që edhe ndihen sot. Absolutisht ndihen, sepse jo vetëm nga numri, në fakt, po edhe nga cilësia dhe nga roli shumë i rëndësishëm që ata kanë në skuadër, sidomos në manovrën sulmuese, se të mungoj Melo, Patrik Treni, nuk janë pak për fazën sulmuese. Kem parasysh që ato sukseset e fillimit të Maganit u mbështetën pikërisht në këto 2 element shumë cilësor të skuadrës. E megjithatë, do t'i duhet Maganit le të themi kështu t'i përballoj këto mungesa, sepse edhe lojtarët që shikojnë në formacionin kryesor janë lojtarë që kanë marrë pjesë domethënë kanë qenë lojtarë titullar gjatë gjithë kohës te Besa. Edhe them që si katërshja e mbrojtjes, që me Neton dhe me Nureddinin kanë dhënë, po themi, i kanë marrë minutat pothuajse të gjitha. Po ajo që është më kryesore, shikoj treshja e mezit të fushës që nuk ndryshon dhe janë lojtarë me automatizma të mira,
të cilat sidomos në zinxhirat anësor që ata krijojnë, si migone në krahun e djathtë, ashtu dhe gjinaj në krahun e majt. Ngelet për të parë përshtatja e Kofi, edhe pse është një ardhjere, por që mendoj që është një skuadër që i ka të ndërthurur cilësit me njëra tjetër. Për shembull, me krahun e djathtë e ka krahun e fortë të lojës, ku vepron, siç thash, ato zinxhiri anësor, por ajo që është më kryesori në manovrën e saj është Spahiu, i cili ka cilësi shumë të mira, jo vetëm për të kapur thellësinë, po edhe për të futur nga brenda me topin dhe për të luajtur midis linjave për të kërkuar topin. Shikoj një skuadër në ekuilibër, një skuadër e shkallëzuar mirë, një skuadër e cila pritshmërinë më të madhe, edhe pse nuk është shumë efikas, është që ne du për potencialin fizik që ka. Ai kthehet shpesh në pikë referimi të skuadrës dhe na ka mësuar që kur ka qenë sulmuesi që vinte na mbrapa Melo, krijonte shumë rrezikshmëri. Por ndoshta Kofi është me cilësi të tjera dhe mund të kapë thellësinë dhe gjersinë e krahut të majt. Në fakt Melo është një nga ato lojtarë që sot më shumë se të gjithë. Absolutisht. Po edhe Patrik Treni në gjykime, edhe Treni është sepse do të jepte një mundësi tjetër për të luajtur një 4-2-3-1 me Melo mbas Çinedus edhe Trenit në të majt dhe bëj më fleksibël ajo 4-shja e sulmit lart. E megjithatë është i dënuar të fitojë Magani sot për të kthyer jo vetëm për pikët, po edhe për të kthyer në rrugën e suksesit. Patjetër. Mehmeti, shohim edhe doja të shtoj edhe diçka tek pjesa e skuadrës Besës Kavajës, ku mendoj që trajneri Gash Magani mund të edhe ta ndryshojë, sepse edhe i referojmë edhe ardhjes tij, ka pasur fleksibilitet taktik, ku ka vendosur 3 mesfushorët, 3 mbrojtësa, ku Neto, Nureddin dhe Kapov mund të luajnë me linjën me 3 dhe Spahiu i pesti djathtë dhe Nurja i pesti majt, me 2 lojtar kontrollor siç është Gjinaj dhe Migone, dhe Danaj mas 2 sulmuesve ka praktikuar shpesh. Ka praktikuar, por në momente të veçanta, jo nuk e ka filluar në fillimi me ato sepse Spahiu nuk e bën dot të pesti. Shohim edhe 3-5-2-shin e Samuel Nikajt, që ndoshta do t'jetë mungesa më e rëndësishme e Burrelit, duke mos qenë pankinë, Mehmeti. Patjetër, sepse ai e njeh shumë mirë filozofinë dhe skuadra ka kimi me trajnerin dhe mendoj që shpesh herë tekniku Nikaj e ka trajnuar skuadrën dhe e njeh shumë mirë mentalitetin e kësaj skuadre, por dhe një pjesë të lojtarëve dhe sidomos ka një përshtatje ndaj kundërshtarit dhe me 3-5-2-shin shikoj që Xhabrahimi sot është zgjedhur si nga fillimi, sepse shpesh herë tekniku e ka edhe nisur, e ka mbajtur në stol dhe nga bankina, këto edhe për vetë faktin, për strategjitë e tij, sidomos kur luan jashtë fushës saj, ka praktikuar, kurse Mensa, Degjonaj dhe Gjikolaj ka një treshe mjaft fortë linjës mbrojtjes me mbështetjet e pestëve siç është Rapi dhe Fetaj, që është më në ekuilibër dhe nuk ka shumë pjesëmarrje, por Rapi është më avancues në fazën ofensive. Kemi një Mëllugja i cili është një lojtar i brit mesfushor që ditë luaj dhe të organizoj manovrën e sulmit dhe organizimi nga ndërtimi nga mbrojtja dhe nga portieri, ku vjen shumë poshtë të lidh repartin e mbrojtjes me mesfushës. Koka dhe Xhaka mbështesin shumë fort 2 sulmuesit dhe krijojnë superioritet në linjat e mesfushës. Okej, do të shkojmë tashmë në Gjirokastër, është kolegu Tomor Sheu në vigjilje të sfidës mes Luftëtarit dhe Skënderbeut. Përshëndetje, Sheu. Përshëndetje të gjithëve në studio, jemi në javën e 24 ku në stadiumin Gjirokastra do të luajë Luftëtari dhe Skënderbeu, takim i vlefshëm takim jetik për skuadrën e Luftëtarit, pasi kërkohet me çdo kusht mbijetesa, ndërsa skuadra e Skënderbeut kërkon të eci me hapin e dur, pasi nga brapa ka hijen e skuadrës Laçit dhe të Pogradecit. Atmosfera këtu në Gjirokastër duhet thënë se është paksa e zbet, nuk ka shumë tifoz në shkallët e stadiumit, por siç thash, Luftëtari sot luan ndeshjen e jetës. Luftëtari i Bedardevollit aktivizon me skemën 4-3 aktivizon këta futbollistë. Janë Qereni, Tirso, Zaimi, Budo, që përbëjnë kaçën e mbrojtjes, mesfushja Ikoe, ka Ramadani, Albert,
Zani dhe Kalonji janë në mbështetje të sulmuesit kryesor djallon, ndërsa skuadra e Skënderbeut luan po me të njëjtën skemë, është Shaqe, Ramos Dufrur, Vangjeli në këtë djatë, Estrela Abubakar Janaçi në mesfush, Nasër Gjumsi në mbështetje të tyre është Beshiraj. Këtë takim e drejton një preshe nga qyteti i Elbasanit me kryesor Silvinho Durmishi, Ronaldo Zogun dhe Ronaldo Jahja. Agim Mone është delegat, Ilir Kristo është vëzhguesi i takimit. Faleminderit Tomor për gjithë informacionet që na solli nga vigjilja e sfidës mes luftëtarit dhe Skënderbeut. Shohim edhe 4-3-3-shin e Bledar Devollit tashmë Beari. Do të kërkoj një rezultat kundër një skuadre të mirëpajisur siç është Skënderbeu, por ti e the Gjirokastra luftëtari është të tërësuar në krahasim atë çfarë ishte, kështu që ndoshta sot edhe mund të kemi surpriza. Po në fakt është informacion ndërthurur me eksperiencë edhe lojtar të rinj, por çështmë kryesorja me le të themi kështu me shumë grind dhe gradualisht është duke marrë atë pjesën e fytyrës së Devollit, po themi edhe tipologjinë e tij. Shikoj një skuadër që është një vendosje le të themi pasqyr me Skënderbeun. Dhe shpresoj shumë që trajnerët të dy të kenë gjetur mekanizma për të shmangur ato duelet një kundër një në gjithë fushën, se në qoftë se Devolli do ta vendos në këtë prizmë ndeshjen, shanset më të mëdha do triumfoj kualiteti që Skënderbeu ka. Por shikoj edhe ndoshta nga mungesat, shikoj që ka përshtatur lojtar në role, për shembull Melsi Qereni është një djalë i ri, datëlindjes 2004 dhe ka gjithë kohën dhe karakteristikat i ka për të luajtur sulmues i majt. Javën që shkoi apo një javë para ka shënuar edhe gol dhe nuk mendoj se mund të jetë i vendosur aty në atë pozicion, sepse nuk e interpreton dot, nuk e bën dot. Por ajo që shikoj është ekuilibri që Ramadani me eksperiencën e tij edhe si kapiten, edhe si lider, edhe si Gjirokastrit duhet të jep kësaj skuadre, jo vetëm në fazën mbrojtëse, por në të dyja edhe në atë sulmuese. Shikoj Zaimin, një lojtar që kujtojmë ka luajtur me Elbasanin, Pogradecin, është një lojtar me shumë eksperiencë, i cili ndihmon shumë në pjesën e stabilitetit të linjës së mbrojtjes, për të dhënë pasaj nisjen e lojës, për të quar në pjesën e sipërme të saj të linja e sulmit, ku mua më pëlqen qoftë Diallo, qoftë Nyangala. Edhe pse kanë pak ndeshje që kanë luajtur me Gjirokastrën, por kanë lënë me njerë shenjë në këtë skuadër, dhe këto janë ato ardhjet e reja që premtojnë që luftëtari mund të luftoj për të dalë në kjo situatë që është. Ka bërë shumë mirë portieri Tari i uazuar nga Partizani. Pra është një skuadër e ndërthurur, është një skuadër që ka ekuilibra më shumë se manovrën sulmuese. Manovrën sulmuese e ka direkt dhe bën mirë Devollit që të zgjedhë një mënyrë të tillë për shkak se prevalon në rezultati dhe jo, po themi, loja e bukur dhe spektakli. Kështu që mendoj që është një skuadër që do të luftoj shumë sot për të mos humbur. Është shumë e rëndësishme që të mos humbas. Për të mos humbur, shohim edhe Skënderbeun tashmë të Ernest Gjokës dhe vendosjen në fushë me një 4-3-3 që natyrisht për ligj atë që kërkon Skënderbeu nga kjo sfidë në transfert, një fitore për tu është shkëputur sërish nga Laçi Ndjekës. Normalisht është një formacion tipi tekniku Gjoka, ku normalisht është me Estrelen, i cili është lojtari ekran para mbrojtjes, është ai lidhësi që bën repartin e mbrojtjes me sfushën dhe vertikalizon shumë mirë për të thyer linjat me pasin aktiv, ku kaçja e mbrojtjes Vangjeli, Dumfur, Ramos dhe Shaqe normalisht janë sinkronizuar dhe janë stabil në formacion, i bashkangjisim dhe portierin Dobjani, ku normalisht një vlerë të shtuar në këtë skuadër që ka ndërtuar tekniku Gjoka është mënyra se si Estrela
Abubakar dhe Naçi bëjnë rotacionet në linjat e mesfushës dhe shërbejnë shumë mirë duke organizuar manovrën nga linja e djathtë dhe përfundimin e aksionit shpesh herë duke bërë lëvizje prerëse Nasër ose duke kapur mbrapa shpinën e kundërshtarit, ku shpesh herë kemi parë situata me pas diagonal aktiv të shërbyer nga Estrela ose Abubakar për Nasër, i cili ka shënuar dhe është një lojtar që ditë sulmoj shumë mirë hapësirat, gjysmë hapësirat vertikale dhe sidomos lëvizjet prerëse i ka shumë të mira dhe është një automatizim i veprimeve të Skënderbeut dhe besoj se javët e fundit Skënderbeu ka vuajtur në atë aspektin psikomotor, sidomos ke faza përmbyllëse e aksionit, ke zona e kuqe ku ka shkuar me shumë forca, por nuk ka qenë i qetë për të arritur finalizimin dhe kjo do duhet që sot tjetë shumë më pragmatist dhe tjetë shumë agresiv për sa i përket fazës ofensive dhe këtu besoj se Beshira Gjumsi dhe Nasër me mbështetjen e Abubakar dhe Estrelës janë lojtarë të cilët do të bëjnë diferencën në situatat veçanta të lojës. Megjithatë, Beari ka ndryshim në kualitet dhe në eksperiencë mes lojtarëve të luftëtarit dhe të Skënderbeut. Dhe aq më tepër që pak ardhje janë bërë te Skënderbeu, por Beshira për shembull është një vlerë e shtuar në këtë skuadër. Po jo, po është edhe në karakteristika është një vlerë e shtuar për këtë skuadër dhe është pikë referimi për të futur në lojë, po themi, gjithë lojtarët që vinë nga linja e dytë, sepse i ka cilësitë për të kontrolluar, për t'i dhënë një kohë loje skuadrës dhe për të bërë atë funksionale, atë që tani tha ndryshimin e krahut të lojës te Nasër. Pra, ka lëvizshmëri të madhe, krijon shumë hapësira të cilat kapen qoftë nga Gjumsi, qoftë nga Nasër por me këtë që ka treguar deri tani, ka treguar Skënderbeu që ka varësi nga Nasër. Një markim i mirë i tij, pra një preokupim i madh nga luftëtari për të neutralizuar Nasër, besoj se do t'i heqë nga dora Skënderbeut një armë shumë të fortë. Dhe mbetet gjithçka për t'u parë se çfarë do të ndodhë mes luftëtarit dhe Skënderbeut, por edhe mes Bezës e Burrilit, dy ndeshje shumë të rëndësishme për javën e 24 të kategorisë së parë. Falenderoj Ardi Bearin dhe Dritan Mehmetin, do të jemi sërish në përfundim të sfidave për të analizuar situatën e kampionatit të kategorisë parë, por edhe atë që ndodhë në 90 minutat mes luftëtarit e Skënderbeut dhe Bezës e Burrilit me intervistat e protagonistëve. Deri atëherë, mirupafshim.